Veprimtari i njohur i komunitetit shqiptaro-amerikan Heri Bajraktari ka reaguar me mirënjohje dhe vlerësim të lartë ndaj kryetarit të Nënkomitetit për Evropën në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s, kongresmenit Keith Self. Në deklaratën e tij të publikuar në Facebook, Bajraktari thekson rolin e rëndësishëm të kongresmenit në mbështetjen e Kosovës dhe adresimin e sfidave në Ballkanin Perëndimor, duke cilësuar atë si një nga zërat më të fuqishëm pro Kosovës në Kongresin Amerikan. Ai gjithashtu përgëzon angazhimin e anëtarëve të Nënkomitetit dhe përkushtimin e aktivistëve shqiptaro-amerikan në forcimin e miqësisë mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për kongresmenin Keith Self për lidershipin e tij të fortë dhe angazhimin e palëkundur ndaj Kosovës, qëndrimi i tij i qartë, zëri i tij parimor dhe përkushtimi për të përballur me sfidat në Ballkanin Perëndimor e bëjnë atë një nga kampionët më të rëndësishëm për Kosovën në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Fokusi i kryetarit Self në sigurinë, sovranitetin e Kosovës dhe nevojën për llogaridhënie në rajon, pasqyron miqësinë e vërtetë midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës dhe përforcon vizionin tonë të përbashkët për paqen, stabilitetin dhe prosperitetin e qëndrueshëm. Gjithashtu falenderoi anëtarët e Nënkomitetit për t'i kushtuar vëmendje serioze Kosovës dhe për adresimin e çështjeve kritike si stabiliteti rajonal dhe ndikimi i jashtëm keqdashës. Përpjekjet e tyre sigurojnë që shqetësimet e Kosovës të dëgjohen dhe të mbështeten në nivelet më të larta. Gjithashtu dua të falenderoj Doc Vranici, Gino Mulliqi dhe grupin shqiptarët për Amerikën për përkushtimin e tyre të vazhdueshëm dhe avokimin e palodhur. Puna e tyre bashkon komunitetin tonë dhe ndihmon në përforcimin e zërit të Kosovës në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Së bashku, me partnerë të fortë në Kongres dhe një komunitet të bashkuar, ne i afrohemi një të ardhme më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më të begat për Kosovën dhe të gjithë Ballkanin Perëndimor.